Elbil Kurtit, deri sot. Kjo të më thonë po kalojnë 6 vjeta. Unë mendoj se ky zhvillim do të shkojmë ato tje. Perioda e Albin Kurtit nuk do të përfundoj për mëna 15 vjeta apo 20 vjetë në kuptimin e përgjithshëm, se janë gjitha zhvillimet. Kur përmerë një piknisjen? Piknisja është viti 20 apo kur është themeluar? Po jo, kur është themelu jo, po kur e ka marrë pushtetin, se themelimi, nëse shikohet, vendosja, kur e themeluat, automatikisht është dashur të ndalohet edhe jeta parlamentare, po thonë me ato sloganet, me demonstratat, me jam kundër kësaj, po ato janë pjesë që... Ju po thoni nga 2020, 15-20 vjetë do tjetë periudha e Albin Kurtit? Unë mendoj se është një kohë që na mund të jemi sado kështu optimist të tjerë, por shkohet ti, por nuk do të thotë që mund të përfundoj keq, përkundrazi. Tash, Albin Kurti ka marrë një periudhë kur Hashim Thaçi përfundon dhe shkon, fillon ajo Hagës. Njësoj si Hashim Thaçi e merë kur vdes Ibrahim Rugova. Por është problemi këtu, që kjo që po sillim të perëndimi të ato certifikatat perëndimore amerikane. Prej fillimit, Albin Kurti është ballafaqur pikërisht me këtë problem. Vazhdimisht, më thonë, se kujtohet ato në parlament, jo thikat, jo kur ishte Trumpi atëherë, ishin kësaj natyre, që sollën çrregullime, do të thotë edhe kjo është për mu e pa lejushme, e pa pranueshme, do të thotë në kohën kur shteti i Kosovës i ka sponsor kryesor të perëndimin, kur u hodhën bomba NATO, kur e largoi Serbinë mas 100 vjetë, ai perëndimi i cili ju e dini më mirë, çfarë deponoi administrata amerikane në bisedimet e Vjenës, veç pas fazën e fundit, kur kishte rrezik që të nështrohet një farë zhagitjes, këto jo teoritë Gjingjiqit, jo këto... Ka pasur ide. Ishin mundësi shumë mëdha që të shkohet zvarritje. Ishte Bushi në Shqipëni, edhe thamë 10 qershor, dihet s'ka 10 qershori. Është fillimi i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Edhe marrëveshja e Kumanovës kur në shku prapë në 10 qershor, dhe aty është betejë e Kumanovës, po është edhe kjo është simbolika. Edhe në këtë drejtim, domethënë, ishte një... Tha Kosova duhet jetë e pavarur. Ishte një problem me qeverisjen e Albin Kurtit. Doli te mandati tjetër, ishte në ato me LDK-n, si ndolli, tek ndolli, ato e në kapituj që ju i dini më mirë, por megjithatë janë shumë të rëndësishme, sepse fillon dominimi i plot i tij skenën politike. Do të thotë, sipas logjikës që mund të thuhemi gati revolucionare.